sjellje më të rejat nga vendi e bota. E kemi parë që dhe Kosova është prekur nga masa tarifore të vendosura nga administrata Trump. Nga tani tutje dhe ndaj Kosovës janë vendosur masat prej 10% për eksportet vendore në drejtim të SBA-s. Se çfarë ndikimi mund të ketë kjo në eksportet e Kosovës drejt tregut amerikan dhe cili do të jetë ndikimi që mund të ketë në Kosovë masat e vendosura ndaj BE-s, duke ditur që Kosova ka shkëmbime tregtare me vendet e Bashkimit Evropian. I diskutojmë pas pak në studio me profesorin e makroekonomisë Nagip Skenderin. Me profesorin flasim edhe për paralemrimet për rritjen e çmimit të energjisë, efektin që rritja eventuale e energjisë mund ta ketë në ngritjen e çmimeve të shërbimeve dhe produkteve dhe efektin që do ta ketë në standardin jetësor të shqiptarëve dhe rënien e fuqisë blerëse. Por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Kurti në kërkim të përkrajes nga komunitetet jo shumicë për formimin e qeverisë, por nuk merr garanci nga deputetët e pakicave jo serbe. Oda Amerikani kërkon qeverisë ta heqë tarifën për mallrat nga SBA-ja. Kërkesa vjen pas vendimit të presidentit amerikan për vendosjen e tarifave. Federata e Serbisë heq flamurin e Kosovës nga Kongresi i UEFA-s në Beograd, por FFK-ja insiston se Kosova u përfaqësua me simbole shtetërore. Tarifat e SBA-s nxisin reagime të shumta nga liderët botëror. E sipas Trumpit, këto tarifa do të prodhojnë qindra miliarda dollar në të ardhurat. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherë është kryeministri në detyrë Albin Kurti, ka vazhduar të ajntën diskutimet me përfaqësuesit e komuniteteve jo shumicë për formimin e qeverisë së re. Krahas kërkesave që kishin për të, komunitetet jo serbe ofruan gatishmëri për bashkëpunimin me Kurtin, por nuk hodhën poshtë as mundësinë që përkrahjen e njëjtë ja japin edhe partive të tjera. Në kërkim të përkrahjes nga përfaqësuesit e komuniteteve jo shumicë është vënë kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti. Të ajntën, kryeministri në detyrë ka takuar deputetët të cilët kanë zënë ulse në kuvendin e Kosovës nga komuniteti turk, bosnjak, rom, ashkali, egjiptian e goran. Fillimisht takoi kryetarin e Partisë Demokratike Turke të Kosovës, njëherësh ministrin në detyrë për zhvillim rajonal Fikrim Damka. Për dallim nga partnerët e tjerë në ekzekutiv që takoi të mërkurën nga të cilët morri konfirmimin për mbështetje, sipas njoftimit të qeverisë, në mes të Damkës e Kurtit ka pasur shprehje të vullnetit e gatishmërisë për vazhdimin e bashkëpunimit. Kryeministri Kurti falenderoi zotri Damka për punën si ministri i kabinetit në këtë mandat të plotë të qeverisë dhe për bashkëpunimin e afërt si në qeveri ashtu edhe në kuvend. Të dyja palët shprehen vullnetin dhe gatishmërinë që ky bashkëpunim i frytshëm të vazhdojë edhe në legjislaturën në vijim. Kurti, që po synon edhe një mandat në krye të ekzekutivit, konfirmim të mbështetjes nuk mori as nga deputetët e tjerë. Përveç me Kurtin, që të gjithë deputetët nga komunitetet që takoi ishin të gatshëm për bashkëpunim edhe me subjektet e tjera politike. Ne në parim nuk kemi asnjë vit kuqe me askën. Jemi të gatshëm me bashkëpunu, po sigurisht që kemi pas kërkesat tona që janë legjitime dhe janë të nevojshme me ne. Ne nuk kemi vijat kuqe për asnjë subjekt politik, mirë po duke respektu rezultatin zgjedhor dhe duke pas parasysh që subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje është fituese këtyre zgjedhjeve. Sot kemi qenë në takim me kryeministrin. Krahas trajtimit të barabartë e përkrahjes së komuniteteve që përfaqësojnë, deputetët nga komuniteti bosnjak insistuan edhe në krijimin e një komune bosnjake. Ashtu siç nuk morën premtime për realizimin e kërkesave të tyre, edhe bosnjakët nuk konfirmuan mbështetjen për Lëvizjen Vetëvendosje. Kemi marrë asnjë konfirmim edhe nuk kemi jap asnjë konfirmim, do me thonë është takimin e parë, tash për tash do me thonë jemi në fazë e bisedimave kur gjë më konkrete. Për kërkesa unë fola disa herë, do me thonë është komuna e Bosnjakëve, është reforma në arsim, edhe do me thonë tretmani barabartë me krejt, do me thonë deputet cili kanë një votë brenda kuvendit. S'mundet me qenë kusht, na kurse kemi pas si kusht, edhe ma heret kur kemi kërku, nuk ka qenë kusht, veç po më vjen mirë që ka hapësirë ta bisedojmë për komunën.
Takimet me përfaqësuesit e komuniteteve jo shumic, kryeministri në detyrë Albin Kurti nisi të mërkurën kur takoi zëvendës kryeministra në detyrë Emilia Rexhepi e ministrat në detyrë Nenad Rashiq e Elbert Krasniqi. Lëvizjes vetëvendosje për formimin e qeverisë duhen 61 vota, derisa deri më tani të sigurta i ka 48 sosh nga deputetët e saj. E përveç këtyre takimeve, kryeministri në detyrë Albin Kurti sot ka takuar edhe ambasadorin e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orov. Pasi takimi, Orov ka shkruar në rrjetin social X se bashkë me Kurtin diskutuan rreth zhvillimeve në Kosovë, në Bashkimin Evropian dhe në botë. Një këmbim i mirë me kryeministrin në detyrë Albin Kurti rreth zhvillimeve në Kosovë, në Bashkimin Evropian dhe në botë, ka shkruar mes tjerash ambasadore. Kryetari i Kuvendit Kosovës Glau Konjufsa ka paralajmëruar se nga java e ardhshme do të nisë takimet me kryetarët e partive politike. Krejt kjo në kuadër të përgatitjes së seancës konstituive që do të mbahet më 15 prill. Konjufsa në cilësinë e kryeparlamentarit do takohet më 8 prill me liderët e partive politike që kanë siguruar ulsen në kuvend për diskutuar për përgatitjet e seancës konstituive. Këtë ka konfirmuar Ilir Kërqeli, shef i kabinetit të kryeparlamentarit. Seanca konstituive e Kuvendit Kosovës pas gjetjeve të në shkurtit është saktuar që të mbahet më 15 prill. Ministra e Jashtme e Slovenisë Tanja Fajon ka bërë të ditur se gjatë takimit të ministrave të jashtëm të vendeve të NATO-s, i cili ka nisur të enjtën, do t'i paralajmërojë aleatët për situatën në Ballkanin Perëndimor. Këtë krye diplomatja slovene ka thënë në ditën e parë të takimit në Bruksel, në fokus të cilit do të jenë vazhdimi i mbështetjes për Ukrainën dhe rritja e investimeve për vendet anëtare për mbrojtje. Te ku është adresuar gazetarëve në hyrje për në takim, Fajoni ka theksuar se i përcjell me vëmendje të madhe ngjarjet në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë e Serbi. Unë do të përqendrohem në Ballkanin Perëndimor, i cili është në fshinësitë e afërt me Sloveninë, po i përcjellim ngjarjet në Serbi, Bosnjë-Hercegovinë si dhe në Kosovë pas zgjedhjeve, ka thënë Fajon. Në këtë takim, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka thënë se Ballkani Perëndimor nuk është temë specifike, por se mund të ngritet si çështje nga aleatët. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka kërkuar qeverisë Kosovës që tërheq tarifën doganore prej 10% për mallrat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo kërkesë vjen pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e një tarife bazë prej 10% për importet nga të gjitha vendet e botës, përfshirë Kosovën dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Kryetari i Odës amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka thënë se vendosja e tarifës nga SBA-ja do të afektojë aftësinë e eksportuesve kosovar dhe do të ulë përparësinë konkurruese të produkteve të Kosovës në tregun amerikan. Ndërkaq Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë ka pritur me shqetësim vendimin e presidentit amerikan për vendosjen e tarifës bazë prej 10%. Kjo dhomë ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që t'ju dalë në ndihmë bizneseve që preken nga ky vendim. Produkte që i eksporton Kosova në SBA përfshin ushqime, lëngje tekstile, dyshek, por edhe prodhime nga druri dhe plastika. Vitin e kaluar, eksporti i Kosovës në tregjet amerikane ishte në vlerë prej 39 milion euro, derisa importi ishte 106 milion euro. Viti me eksportin më të lartë të produkteve të Kosovës në tregun amerikan ishte viti 2022 me një eksport prej 131 milion euro. Zyra Regulatorit të Energjisë ka blokuar sërish të enjtë nga aktivistët e nismës asnjë cent më shumë, të cilët kundërshtuan shtrëngimin e paralajmëruar të rrymës për 15% nga muaji prill. Aktivistët u mblodhën para zyrave të ZRE-s në orën 8 të mëngjesit, duke tentuar që të futen brenda hapësirave të këtij institucioni, por sërish hasën në pengesë nga pjesëtarë të policisë që ishin në numër të madh. Teksa konsideroi të parësyeshme praninë e madhe të medias, aktivisti Dibran Hoxha i ka kërkuar kryetarit të bordit të ZRE-s Imer Fezullahu të zotohet se nuk do të kesh shtrejtim të rrymës. Hoxha ka shprehur kritika edhe për deklaratat e ministrës së ekonomisë Artane Rizvanolli dhe drejtuesve të ZRE-s.
E në anën tjetër, zyra regulatorit për energji ka njoftuar se do të mbajë takime bilaterale me palët e interesit nga 4 prillit deri më 10 prill. Sipas njoftimit, në takim do të marrin pjesë nga një përfaqësuesi të gjitha palëve të interesit që kanë ofruar komente me ftesë të zëres dhe palët do të kenë mundësi të ofrojnë informata shtesë apo të diskutojnë për procesin tarifor. Më 11 prill do të bëhet përmbyllja e procesit konsultativ dhe do të jepen përgjigjet ndaj komenteve. Deri më tash komente në zëre kanë dërguar 396 shqiptar, 8 organizata, 4 biznese, 4 operator energetik, 1 deputet, Ministria e Ekonomisë dhe Presidentja e vendit. Zyra e Presidencës së Kosovës pati kundërshtuar propozimin për rritjen e çmimit të energjisë prej 15% dhe në komente dorëzuar pranë zyrës së regulatorit në ditën e fundit të afatit, ky institucion e ka propozuar largimin e TVSH-s prej 8% nga faturat e energjisë elektrike. Pas simbole shtetërore, Federata e Futbollit të Kosovës ka marrë pjesë në kongresin e 49 të UEFA-s në Beograd. Kosova ishte vetëm vend që gjatë mbledhjes fillimisht e kishte flamurin e më pas vetëm logon e federatës. Përheqjen e simbolit të Kosovës fillimisht njoftoi Federata e Futbollit e Serbisë e më pas është konfirmuar edhe nga fotot që janë publikuar nga agjencia Associated Press. Por Federata e Futbollit të Kosovës përmes një reagimi të enjtën insistoi se Kosova mori pjesë me simbole shtetërore në kongresin e UEFA-s në Beograd. E kuptojmë se prania e delegacionit Kosovës në kryeqytetin serb si dhe fakti që flamuri shtetit ton valviti krah atyre të shteteve të tjera vazhdon të jetë i papranueshëm për politikën dhe një pjesë të opinionit në Serbi. Megjithatë, shteti i Kosovës është një realitet i pakthyeshëm dhe sa më shpejt që ta pranojnë këtë, aq më shpejt do të kontribuojnë në normalizimin e marrëdhënieve sportive dhe shtetërore, thuhet në reagimin e FFK-s. Gjatë ditës së djeshme janë publikuar foto e video nga qendra kongresit Sava ku po mbahej ngjarja e UEFA-s e ku shihej kryetari i Federatës Agim Ademi duke prekur flamin e Kosovës. Videoja u bë virale në rrjetet sociale. Pjesëmarrës në kongres ishin kryetari i FFK-s Agim Ademi dhe sekretari i përgjithshëm Markus Vajder. Pas nisjes së punimeve kundër leshëm në rrugën Recep Luci nga komuna e Prishtinës, gjatë ditës kanë shpërthyer disa gypa të ujit me qras u bë e pakalueshme rruga, kurse qytetarët janë ankuar që uji po u hyn edhe në ndërtesat e tyre të banimit. Punimet e vrashta janë duke vazhduar pavarësisht se projekti ka paraparë që sheshi të shtrohet në kaldrëm e komuna ka nisur ta betonojë një pjesë të tij. Punimet në sheshin Recep Luci në kryeqytet po vazhdojnë. Edhe me gjithë faktin që gjykata komerciale vitin e kaluar ka urdhëruar masë pezulluese për to. Të ejndë në këto hapësira ka shpërthyer një gyp i ujit, me që rast e gjithë vend punishtja u mbulua nga uji. Banori kësaj lagjeje Mentor Dobruna thotë që pas shpërthimit të gypit, uji u ka depërtuar në banesat e tyre. Thekson se ka frikë për nënën e tij që është e moshuar që të kalojë andej. Është bërë edhe më keq problemi që ne kemi aty është shpërthyer një gyp i ujit dhe kësaj ne po kemi problem në hyrjet e ndërtesave tona. Të gjithë bodrumet janë mbushur me ujë. Unë kam hallin në nënës time, ajo është në moshë dhe kur të kthehet në shtëpi do ta ketë të vështirë hyrjen në ndërtesë. Nuk e di çfarë janë duke bërë kështu. E disa qytetarë kanë kërkuar që punimet të mos tërgjaten. Do të më rregulluar me çon mirë, më kon disponim për me shfryzuar hapësirat më kon më të mira për ne qytetarë. Zëdhënësja për media nga Kru Prishtina, Arieta Mjeku ka njoftuar se ekipet e ujësielësit janë duke e sanuar defektin në gyp. Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësielësit janë duke u marrë me sanimin e defektit në një gyp të ujit në atë pjesë. Shpresojmë që të përfundoj rregullimi sa më shpejt. Projekti prezantuar nga kryetari Përparim Rama, para 2 vjetëve parashitet që sheshi të shtrohej në kaldrëm. Mirë po që tani pjesët anësore të rrugës janë shtruar me beton, duke dalë jashtë projektit të prezantuar. Për këtë gjë, koha gjatë ditës ka provuar që të marrë një përgjigje nga drejtori i ri i investimeve kapitale, Sokol Havolli, por ai e ka mbyllur telefonin. Opozita në kryeqytet thotë se me qeverisjen e Ramës po u vështirësohet jeta e qytetarëve.
Komuna ka premtuar vendosjen e kaldërmëve, kurse tash e ka betonuar atë pjesë. Përparim Rama dhe LDK-ja ka premtuar hapësira gjelbruese, e tash qytetarëve po jep hapësira betonuese. Shtoja faktin që punimet po ecin ngadalë e shpesh po kemi edhe rrjedhje të kanalizimit, gjë që po paraqet probleme për banorët e kësaj rruge, por edhe për qytetarët që frekuentojnë këtë rrugë. Me qeverisjen e LDK-s po vështirësohet jeta e qytetarëve të Prishtinës çdo ditë e më shumë. Në tetor të vitit të kaluar, gjykata komerciale ka shpallur masë ndaluese të punimeve kundrejt vendimit të komunës së Prishtinës për ndalimin e qarkullimit të mjeteve motorike në rrugën Recep Luci dhe Çamil Hoxha, si dhe rrugët të cilat kalojnë në parkun e Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina dhe Bibliotekën Kombëtare. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, zotin